Linciano in sonte Metto Bajrami dhe mos polici Muzika I mirë në forma dhe intervista speciale për jo Mjesë të radio di Linja Norway in sonte Metush Bajrami dhe Alush Polici muzika I mirë në forma dhe intervista speciale për ju Mjesë të radio di Linja Norway in sonte Metush Bajrami dhe Alush Polici muzika I mirë në forma dhe intervista speciale për ju Mjesë të radio Linja Norway in sonte Metush Bajrami dhe Alush Polici muzika I mirë në forma Mirë mbrëma të çdo shërbiz të gjomi, pra ja sonte pas informatave si gjithmonë me musafir në studio. Mirë po kësaj radhe befasi musafir sidomos kur kemi prej trojeve tona shqiptare, atëherë e jona është që ta mbajmë këtu edhe ta bëjmë një intervistë dhe tregojmë se çfarë musafir edhe qëllimin edhe gjitha ato, sidomos kur kemi njerëz për shembull si në këtë nivel sonte që kemi, është kënaqësi shumë e madhe kur kemi një hoxha është profesor, është arsimtar, gjitha ato edhe njeriu nëse dëgjon me vëmendje me të vërtetë mëson gjithmonë diçka tre. Ajo është e jona për shembull që të mësojmë shumë, sidomos pranë këtyre ditëve, mund të them kështu, mos them jave të muajit të shenjtë Ramazanit, pra shumë shpejt veç kemi domethënë në këto ditët ku dikush mund të magjeru pak ndonjëherë, mu përgatitë kështu me radhë. Mirë po, sido që të jetë sonte kënaqësia jonë e madhe në Norvegji, pra nga Shkupi. Dhe kemi pas dje e sot edhe pak nesër musafirin këtu është hoxhë I nderuar nga Shkupi Hasan Baftiari, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se u gjetëm, kënaqësi të jem bashkë me ju, besoj që këta çaste të cilat do I kalojmë bashkë do jenë të kënaqur edhe dëgjuesit, po edhe na këtu që jemi. Faleminderit. Atëherë nga ana ime selam aleikum hoxhë I nderuar që jeni sot pjesë e emisionit tonë. Selam, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kënaqësia është e jona pa shku në disa pyetje që do I parashtrojmë se ne kemi gjithmonë qef edhe dëshira më e madhe edhe për ata që na shikojnë dhe ndëgjojnë sonte, dinë më tepër përfitojnë nga feja, prej xhallarëve që I kemi sidomos të moshës tuaj tash të rinj, mirë të shkolluar, që dinë më së miri ta shpjegojnë rëndësinë e fesë. Ju jeni për atë pak të Norvegji edhe për atë do ta dim më tepër ndoshta për edhe biografinë tënde, pak profesionin, sepse vjen nga kryeqyteti Dardani I Shkupit. Fillimisht mirë se u gjeta, kënaqësi e veçantë dhe më e madhe është e imja që gjini këtu në mesin tuaj dhe padyshim se është hera e parë që po vi në Norvegji, jo hera e parë që po vi në Evropë, se kam ecë shumë nëpër Evropë, kam qëndruar 3 vjet në Gjermani si ligjërues dhe kjo është hera e parë që po vi në Oslo. Më doli më mirë se sa I kisha paramenduar dhe kisha prit nga mikpritja dhe vëllezëria, padyshim na shqiptarët kemi atë mikpritjen tonë me të cilën veçohemi në nivel botror. Hasan Baftiari I lindur në Shkup, shkollën fillore të mesme e kam mbaruar në Shkup për me vazhdu fakultetin e shkencave islame në Yemen, në Sanaa, pastaj për tu transferuar në Kairo për magjistraturë, pas magjistraturës në Kairo transferuar përsëri në Istanbul për një magjistraturë dytë, duke fituar një ekspertizë ose për të bërë ekspert I jetës së profetit Muhammed a.s. Duke I marrë edhe 2 specializime më të mëdha mbi këtë jetë, mbi këtë studim, pra si ekspert specialist I jetës së profetit Muhammed a.s. dhe pastaj për ta regjistruar në një universitet të Libis doktoraturën në komentimin e Kuranit. Pra dhe vazhdoj edhe më duke punuar në librin e komentimit të Kuranit, nuk kam mbrojtë edhe kam mbet edhe pak punë studim. Aktualisht jam ligjërues në një xhami në Shkup, në xhamin Ballaban, është xhami e Çarshis, është nëse e din ata që e din Çarshinë e Shkupit, pra jam te pjesa e Toptanxhive, domethënë ata që shesin me shumicë, aty vazhdoj vetëm si ligjërues. Është xhami goxha e vjetër, në realitet ajo është nga më të vjetrat, është nga në vitin 1440. Pra është nga më të vjetrat. Gjithashtu jam I angazhuar edhe me një fondacion. Aksis, pra, është fondacion të qytetërimit islam. Aty miremi më tepër me organizimin e konferencave të ndryshme, botimin e librave për të cilat ka nevojë shoqëria
Unë jam si recenzent, redaktor, përkthyes padyshim. Kemi tash aktualisht edhe muzeun e Profetit Muhamedit sa me kemi prunë Shkup dhe neve jemi përgjegjësit kryesor të muzeut. Unë jam njëri nga ata të cilët prezantoj muzeun e shpjegoj. Padyshim kemi edhe ekip të atij muzeut, pse jo ndoshta ndonjëherë do të vim edhe në Oslo me atë muze, është mobil i lëvizshëm dhe ne kemi të drejtën ekskluzive pra qendra akses për muzeun. Aty jam për momentin i aktivizuar me konferencat islame si antar në disat unionit të hoxhallarëve nivel evropian dhe botror. Kjo është një krahasi e madhe të ndëgjojmë për një hoxhe sikurse ju që vjeni tash edhe një herë po them nga kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë të Veriut pra Shkupi, me gjithë këtë bagazh ju keni rastisë të takoni edhe hoxhallar të ndryshëm, domethënë jo vetëm se nga komuniteti jonë shqiptar, po edhe nga komunitetet tjera. Besoj që kjo është një kënaqëri e madhe për neve shqiptarëve të kemi një hoxh sikurse jeni ju, është edhe i përgatitur. Derisa ishte tek ajo se ke qenë edhe në për Evropë në vende ndryshme, sikurse cekë edhe Gjermaninë, të në shtetet skandinave ndoshta kemi pak edhe maftoft, tash ke ardhur mund atë kohën ku është dimër, ka borë, ka pak acar, ndoshta temperaturat janë më të ulta se sa edhe në Shkup, edhe gjithandej ku ke udhëtu. Po edhe pse është gjithë ky ftoft, si të dokën populli jonë shqiptar këtu musliman sot në xhami, grosia tynve, afërsia. Mundohem në një farforbe kështu, mos them të egzagjeroj, po të shpreh një diçka që edhe Sultan Sulejmani do të kishte xhelozu. Pse them këtë, se kam shumë argumente. Sultan Sulejmani 2 tentative për të deportuar në Evropë u ndal në murët e Vienës. Nuk arriti me deportu. Shqiptar, turqit, bosnjakët, musliman, po flasim, deportuan në Evropë me islamin, me mirësinë, me punën, me fitimin, me djers, me sinqeritetin punë, me familjet e sinqerta, me kontributin e madh, me atë besnikërinë shqiptare, me atë besën shqiptare, me atë të qenurit punëtori ndershëm, me ndërtimin e xhamive, me atë përhapje të fesë islame, duke përhap me punë, me sinqeritet, që edhe ata do të kishin xhelozu. Se Islami është i paqes dhe i përhapet me paqe. Është larg atyre vrasjeve dhe luftës. Dhe ju gurbeqarët e kanë dëshmu këtë masmitje që mund të dëshmohet komplet dietarët më të mëdhenj për konferenca islame, kushtetisa sa mund të shkruaj një pend për me dëshmu se Islami është fe e paqes. Gurbeqarët e kanë dëshmu masmirti me vepra, për arsye se vepra e një personit është më e mirë se 1000 fjalë të një dietari që mund t'i thuaj edhe ta shpjegoj ata. Një vepër i shpjegon ata fjalë vetëm me një lëvizje shumë të vogël. Dhe ju me një lëvizje shumë të vogël keni dëshmu se na jemi ata të cilët e jetojmë Islamin me vepra, larg fjalëve dhe larg atyre mendimeve të çuditshme që mund t'i thotë ndikush, qoftë nga dashuria e madhe, qoftë nga urrëtia e madhe. Pra gurbeqarët tonë në Norvegji, në Skandinavi, qoftë ata në Evropë, në pjesën e Gjermanisë, Zvicrës, Austrisë, Italisë dhe gjithandej ku janë shqiptarët, se fundit kemi dalë nga dertë dhe nga halli, kush nga fatkeqësia politike që kishin shqiptarët në Kosovë me atë regjim të gjakpirës dhe të keq, domethënë serb, që na jemi detyruar politikisht të tilon vendet tona, edhe pse edhe kjo pjesa tjetër e Maqedonisë së Veriut që nga kriza ekonomike dhe papunësia janë detyruar të largohen nga ata vende ku janë mësuar mi thon bukës bukë, ujit ujë, por për me dalë dikun thjesht për me pas një stabilitet ekonomik dhe për me kriju familjes vet një farë qëndrueshmëri dhe një stabilitet më të mirë fëmijëve, për një të ardhme më të mirë, por duke mos e haruar atë të cilën jemi dhe kush dojmë të jemi. Pra, atë që jemi dhe kush dojmë të jemi, Zoti na ka treguar shumë mirë se unë ju dua kështu që ju kam kriju, nuk ju dua ndryshe, nuk ju dua të tjetërsuar. Dhe fal Zotit me veprimtarinë të cilën e kanë bërë gurbeqarët, dhe ju konkretisht dhe ata të cilët kanë qenë para jush, dhe padyshim edhe këta që do të vinë pas jush, fëmijët tuaj që vetëm se janë pjesë e kësaj shoqërie, pjesë përbërëse e kësaj shoqërie, do të dëshmojnë edhe më mirë se cili është objektivi kryesor i fesë islame. Do të nole veç me një pikë para se të vazhdojmë te ato pyetje tjera që e përmende shumë bukur, shumë interesant, se kina ndi për para, thatë muzeun është lloj ekspozite, në Shkup kjo është diçka me të vërtet që duhet ta dinë krejtëroja shqiptare, sidomos kur janë ku ka musliman, Kosova, Shqipëria,
Mali Zi Presheva Bujanovs. Çka përmban kjo për shembull, është shumë interesant ndoshta njerëzit edhe se pas kanë ditë që mu informu se ndoshta është mirë me vizituese që thonë edhe anglisht once upon a time, në herën jetë. Nëse s'mundesh ti me arrit atje, do të thonë të ka ardhur te shtëpia. Është shumë thjeshtë me ardhë në Shkupër, do të thonë nuk ka larg. Çka përmban, çka ka? Muzeu i pejgamberit alayhi salatu wasalam është kriju pak më herët. Do të thonë në Medinë, në Mekë, në Xhidde, Bahrein, ka pas vende të ndryshme, kanë qenë statike. U bën një herë moti një muze diku nga viti 2009-2010, një muze mobil. Pra, fillimisht duhet me tregu se çka përmban ajo. Xhamia e pejgamberit asam, hijreti, migrimi i pejgamberit nga Mekja për Medinë. Pra gurbeqarët e dinë shumë mirë se çka do të thonë migrim, a kupton? Mekja, vendi ku lindi, lëvizjet e tij, Çabja si dukeshte, shpella Hira, Medinja si dukeshte, kodra e Uhudit, pastaj xhamia, pastaj shtyllat e xhamisë, pastaj dhoma ku jetoi, ku vdiq, ku voros. Pra, të gjitha këta, edhe derisa edhe atë mesazh kryesor që e muzeu duke e di se orientalistët anti-islamistat kryesor, fatkeqësisht shumë të raste edhe shqip folës, një nga sulmet më të mëdha që i bën Islamit është në faktorin femër. Do të thotë se femra në Islam është e burgosur dhe s'ka kur çfarë drejte, ajo thjesht duhet me bë bukë dhe me bë fëmijë. Kaç. Aty tregojmë shumë qartë se femra roli dhe rëndësia e fuqishme e faktorit femër në jetën e profetit. Pra kanë pas përmi 4 deri 5 ministri të cilët i kanë udhëheq femrat. Edhe komplet ekzekutivi i ministrisë ka qenë femra. Jo vetëm ministrja, ekzekutivi komplet femër. Pastaj ministrja e parë e punëve të mbrëmshme në kohën e Omerit, kur është kriju ministria e punëve të mbrëmshme. Është kriju në kohën e Omerit ministria e punëve të mbrëmshme, ka qenë femër, e para. Komplet komisioni nga punët e brendshme për me kontrollu pazarin dhe tregën dhe i mi fut në pyetje dhe i mi marrë në përgjegjësi tregtar në tregtarët e mëdhej. Nuk ka kalibër të atij tregtari sot. Nivel botror, po flasin, kanë qenë femra ata të cilët i kanë marrë pyetje, ata të cilët e kanë kontrollu pazar. Pra, aty nga studimi i haditheve të pejgamberit alayhis salam, nga fjalët e sahabëve, ashtu siç ato e kanë shpjeguar se si është duk shtëpia e pejgamberit, si është duk xhamia, si është duk Mekja, ajo nga inxhinierët o zbrit në maketë. Dhe pastaj ajo maketa është ndërtuar në Stamboll dhe të njëjtat paketa janë sjellë në Shkup dhe ato janë mobil, janë të lëvizshme. Pra, çdo kush mund të vijë nga afër ta shohë si është duk Mekja kur e kanë drejt Ibrahim alayhis salam. Tash na nuk kemi fotografi si është duk kur e kanë ndërtuar Ibrahim alayhis salam, por kemi hadithe të cilat i ka përshkruajtur pejgamberi. Dhe ka njerëz të cilët janë eksperta, nga vetë fjalët krijon pikturën. Duke të ndëgjuar e krijon pikturën, pse o studimi i veçantë, o shkenca e veçantë ajo dhe mirë njerëz të cilët janë profilit veçantë. Dhe kur t'ja japsh të drejtën, si ka thënë profeti alayhis salam, jepja çdo kujt të drejtën që e meriton. Dhe konsultoj ekspertët për lëmin për të cilën ke nevojë. Pra, në moment kur ja jep çdo kujt të drejtën që e meriton dhe i konsulton ekspertët të asaj lëmie, vjen në fund ajo për të cilën ti ke nevojë. Dhe përfiton. Dhe na përfitojmë shumë. Dhe tani unë e kam specializimin kryesor apo si i thonë ijazetin kryesor të prezantimit të muzeut në gjuhën shqipe. Deri sot e kam unë. Kush do ta ketë nesër, pas nesër, padyshim se do të kenë njerëz që kanë më qenë 100 herë më të mirë se unë, më të ditur se unë, që kanë më shpjeguar më mirë se unë. Pa pikë dyshimi, unë jam edhe autori një libri që flet mbi komunikologjinë në jetën e profetit Muhammed dhe studim analitik. Nuk ka libër dytë të komunikologjisë në jetën e profetit, nuk ka as arabisht as anglisht. Është i pari libri im, është në gjuhën shqipe. Padyshim se ai libër do të botohet tash edhe anglisht edhe arabisht vetëm se ka dalë edhe bosnjakisht. A do të ketë dikush tjetër që do shkruaj më mirë se unë, pa pikë dyshimi. Se do të jetë shumë e varfër nëse mbet vetëm me mua. Do shkruaj dikush edhe shumë herë më mirë se unë. Se unë kam bërë diçka duke mos pas bibliotekë konsultuese, kam kriju diçka. Tani ka një bazament se si shkojnë gjërat. Dhe do e bëjnë krejt më mirë se unë, pa pikë dyshimi. Por muzeu të shef me sy me e pasë në çka investoi profeti Muhammed alayhis salam. Pse na jena mësu paktën juve që jeni rrit në Europë, jeni mësu me pa një civilizim komplet ndryshe. Pra nëse ti shkon në Danimark, shef ata kullat, ndërtimet ose këtu në Skandinavi, pra në Norvegji ose në Finland, ose në Austri, padyshim Gjermani,
shef ndërtime, shef se çfarë politike ka pas, çfarë civilizimi ka hecë. Ajo principat, ajo mbretëri, në çfarë civilizimi ka investu. Pra sikur persit, romakët, në moment kur e shef muzeun e pejgamberit alayhis salam, do e shohësh se pejgamberi sa ka pas një lloj civilizimi që ka investu vetëm në diçka. Nuk i ka dhënë rëndësi vendosjes gurve mbi gur. Nuk ka ndërtu fortifikata të ndryshme. Civilizimi islam objektive ka njeriu. Ai do me ndërtu njeriu. Jo dritat, jo kanalizimin, por ashtu thotë se nëse e ndërton njeriu, dritat vijnë pastaj. Ai ban pastaj. Edhe sot bota moderne, qoftë shqiptare, qoftë jo shqiptare, e ka mungesë njeriu e mirë. Pra njeriu të cilën pejgamberi alayhis salam i sakrifikoi 23 vjet të misionit të tij për me ndërtu njeriu e mirë, për me dhënë një shembull. Sot bota e ka mungesë. Pse? Për arsye se kanë me marr shembull. Allahu fuqiplot e dinte shumë mirë se muslimanët edhe ata kanë marrë si jetues sikur bota jo islame, se këta marrim shembull, dhe marrim shembull një futbollist, po për çfarë ta marrim shembull? Për mënyrën si i ka rregullu flokt, i ka vesh rrobat firmato, apo si ka raportet me nanën dhe me babën. Apo se është një çun i llastuar që për çdo ditë do më thonë filtron me femra. Në çfarë forme do e marrim shembull? Dhe mund të themi edhe na musliman, kishim mund të themi edhe na musliman, derisa Allahu fuqiplot e diti këtë gjë para nesh. Dhe tha laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. E ju s'keni mungesë shembull. Ju e keni shembullin te profeti i Zotit. A dëshiron me di se si duhet të jesh në familje? Po, shifesi ishte profeti i Zotit. A dëshiron të dish se si duhet të jem unë me komshit? Po, shifesi ishte profeti i Zotit. A don të di si duhet të jem unë me shokët, me rinin? Po, shifesi ishte profeti i Zotit. Si duhet të kontribuoj për shoqërinë? Po, shifesi kontribuoj profeti i Zotit. Si sakrifikohet për njerëzit të cilët kanë nevojë për ty? Shifesi si sakrifikoi profeti i Zotit. A duhet ndonjëherë të sakrifikohet gjithçka për të mirën e njerëzimit? Po, ai e la dhe qytetin ku lindi. Dhe thoi Mekja ime e dashur, mos më përzinin banorët e tu, asnjëherë nuk do të lej aty. Të gjithë gurbeqarët kanë thonë, oj Prishtina ime e dashur, ose oj Shkupi ime i dashur, ose oj Kumanova ime e dashur, nuk largohem se unë dua aty. Por dertët hallët më detyrojnë mu largu që mos me të haru asnjëherë. Pra kjo është dashurinë ndaj ardhëut. Ai na mësoi dashurinë ndaj ardhëut. Nuk na mësoi askush tjetër. Për pos muslimanëve dhe pastaj jashtë edhe shqiptarëve nuk ka askush dashurinë ndaj ardhëut. Se tjerët kanë dashurinë ndaj interesit. Kush interesi aty është ardhëu im? Kush mirëqenia ime? Kush stabiliteti im është ardhëu im? Por jo, në Islam është ardhëu, është atje ku ke lind, atje ku je mësu me e thirrën në nëntanë e nan, atje ku e ke mësu kanë iki bab, atje ku je mësu si mi thon bukës, atje ku ke mësu se ç'është duhet me hes, atje ku ke mësu se kojshiu është pjesë e familjes tënde, atje ku ke mësu se ata njerëz të cilët flasin dhe mendojnë sikur ti janë vëllezërit e tu, ai është ardhëut dhe këtë kanë vetëm shqiptarët. Po flas me ata të cilët i kemi vëllezër shqiptar që janë ortodoksë dhe të krishterë, edhe muslimanët në nivel botror e kanë dashurinë ndaj Allahut, këtë mënyrë të tjerë nuk e kanë. Pra na edhe 20-30 vjet me jetu ti nos në Norvegji, nuk mund të harrojsh Kosovën. Për arsye se shpirtërisht je lidhur me Kosovën. A dim pse? Për arsye se kur lind fëmiu, ke pa kur fillon ata 8-9 muajt e parë fillon me hec kamadurës, zhaki thonë të neve në Shkup. Ke pa i han dhe. Organet e tua në trupin tanë janë ndërtu me atë dheu. Ku du shko, organet tua atë dheu e duan. Ti mund të jetojsh edhe në dheun e Mekës. Po ma organet tua nuk e dojnë atë dhe, dojnë atë dhe atje. Ndoshta në atë fshatujnë tanë atje ku diun ku jenë Kumanov ose në Kosovë. Ai dheu është i joti, ai dheu është kompatibil me organet e tua. Atë e don. Pse e don ti? Ke parasysh pse ai dhe flet sikur ti, ai mendon sikur ti, ai lëviz sikur ti, njerëzit tjerë të cilët janë aty rreth, ndoshta ekonomikisht nuk qëndrojnë sikur ti, po në mendime tjera qëndrojnë sikur ti, pse ata hajnë bukë sikur ti. Kush e din sa restoranin bot me shku na shqiptar, neve na merr malli për flinje për pita, kupton? Bota nuk e din sa hat flinja e pitja, kupton? Ti mendon se po i bën terrorizëm organizmi. Jo, unë po kënaqesh se si bën terrorizëm maskull. Ke parasysh? Pra, janë disa gjëra të cilat nuk ndërtohen në fakultet. Janë disa gjëra të cilat ndërtohen vetvetiu nga dashuria që mundesh ti me ngjall për dikën.
Faleminderit, me të vërtet tash edhe unë edhe me tushi sigur beqar që jena na shite pak në mallkim se për pak më janis njerë edhe me kajt kur i dëgjon këto se po na merr edhe malli Po, tash për ndryshe është knasi si një ofrim në realitet, se na tash kryeshovi Hoxhën Hasan këto profesorin në Rum që ka këto në Oslo tek ne shqiptarët, neve në realitet po na afron nga të vendlinjeve tona, se mjafton vetëm se ta përshkruash atë qëllimin të evolimit njerëzimit tonë, më thonë si jemi po. Vëllezërit e mi. Ju tham diçka shumë thjesht. Nuk më pëlqen me filozofu ku nuk jam në mezhlis ku duhet me filozofu. Jemi në kuvend vëllezëror krahas asaj që jemi në një radio dhe po transmetohemi në direkt, është pak e rëndësishme ajo tjetra, po përsëri po ju them si vëllezër. Ku na ka dërgu Zoti neve? Që aty në shqiptari. Nëse neve ja kthejmë shpinën asaj shqiptarie, qoftë Kosovës, qoftë Maqedonisë së Veriut, qoftë Malit Zi, qoftë Preshevës, qoftë Bujanovsit, Medvegjës, na ja kemi kthi shpinën Zotit, se Zoti do të thonë paska gabu që na paska çu atje. Po Zoti ka mujt me çu në Tel Aviv me tu. Zoti ka mujt me çu ku di unë, në Monte Carlo. Ka mujt me çu Zoti se ka mos ka çu njerëz. Ty të ka çu atje. Ti mundesh me hes krejt botën, me përfitu njohuri dhe fuqi ekonomike nga e gjithë bota, por ti nuk mund të tjetërsosh se ti përket atij vendit dhe ti dush mu mundu për me ndërtu atë vend, sa i vendi është i yti. Ajo është emaneti yt. Ku shkojsh ti atë vend ku ke lind, e ke emanet në qafën tonë tër jetën. Edhe nëse shkon edhe fëmijët e tu, dush mi mësu se na jemi të atij vendi, krahas asaj që na mund të marrim pjesë në kulturat e ndryshme, na nuk asimilohemi, na thjesht integrohemi, po me kulturën dhe identitetin tonë, na nuk e harrojmë identitetin. Letër njoftimi jonë është ky. Nuk mund të tjetërsohem me të qenurit shqiptar, unë jam shqiptar, s'mund të tjetërsohem, për arsye se Zoti ka dashur me qenurin shqiptar, se kam zgjedh vet. Nuk më nxjerri Zoti mua një 20-30 nacionalitet ose 52 nacionalitete se janë botë, e më tha Hasan, çu në kamë dhe zgjedhë ti, vdo një piket atje ku don ti me jetë. Do shta kush unë që kisha kërku me qenë. Por jo, Zoti tha ti je shqiptar, pik. Pëlqen s'pëlqen. Jo të pëlqen. Ki me e dasht edhe ki mu krenu me shqiptarin tënde. Pse Allahu fuqiplot ka dasht, nuk e kemi zgjedh na vet. Kush e di sa kombëtar mu bë. Allahu e ka dasht, o Zotni. Nuk kemi nevojë na të thrasim këtë botës mi tregu se je shqiptar, se Zoti ka dashur ti me qenë shqiptar. Nuk mund të tjetërsohesh. Atjetën e ka bën ndryshe. Pra, kur ti e don vendlinjën tënde, nuk ki nevojë askuj mi tregu se unë e du shumë, se ti obligime keme e dash atë vendlinje. Obligime se Zoti që aty të ka çupe, se ka mund me çu diku tjetër. Pra kur ti ndihmon vendlinjës tënde, fshatit tan, çasaj rrugës atje ku ti e ke shkel me dhe sot e ndihmon mu asfaltu ose një shkollë ose një ambulancë ose një ku di unë çka ka nevoja i vendi, ti e ke obligim me ndihmu, është emaneti yt ajo. Pse ti Zoti ta ka dhënë mundësinë ekonomike pak më të mirë sa ati tjetri i cili jeton atje e rrun atë vendin ashtu siç është, por fuqia ekonomike është ajo që është. E ke parasysh. Pra ti e ke emanet me ndihmu. Dhe emaneti është shumë i rëndë. Hoxhë nderuar, sa i përket afrimit shpirtëror të shqiptarëve tash, a janë ka afrohen shumë afër fesë në edimit tash se nuk jemi edhe ne ata që nuk shohim edhe vim edhe me linje. Po ke pas rast artisht ishte në Norvegji këtu se xhamit mushën plot sidomos në ditë të xumë. Po edhe gjatë kohrat në namazeve të ndryshme gjatë ditës, ata që mund të arrisin mund vinë këtu, po si qëndron ajo në atë aspektin shpirtëror, afrimi i shqiptarëve afër fesë, jemi ka ofrohemi, jemi ka ndënjojmë këshillat edhe gjithë ato të mira që juve sot na i ofroni. Pasi që kemi edhe lëvizje rrima të ndryshme tash, e tha edhe më herët se kemi edhe shqiptar që do shta edhe kundërshtojnë gjithçka, po. Asnjëherë nuk ka pas lëvizje anti-islame më të mëdha se tash. Te shqiptar po flasim. Që është punu kundër islamit, kundër muslimanëve, kundër mendimit islam. Dhe asnjëherë nuk ka pas rritje më të madhe islamit se tash. Po flas nga fusha e rinisë, nga ajo që është shtylla kurizore e shoqërisë. Për arsye se Islami ka një mrekulli të çuditshme. Islami përhapet edhe kur kuptohet edhe kur kundërshtohet. Pra ka mrekulli kur e kundërshton ai ka mrekulli më të madhe.
njerëzit ofrohen edhe më shumë. Pra, krahas asaj që dalin grupe të ndryshme tani, shajnë islamin, shajnë rinin islame, fatkeqësisht e shajnë profetin Muhammed a.s., shajnë Kur'anin si libër i Zotit, por nuk kemi çfarë të bëjmë kur në familjet e tyre komplet anëtarët e familjes dalin të jenë musliman të devotshëm që falin namaz. Pra, ata duhet me i thirr vetvetes, e ke parasysh, por nuk duhet të largohem nga pyetja që më bën, Islami ka përkrahje dhe do të vazhdojmë pas përkrahje, xhamiet nuk ka vend, çdo ditë ndërtojmë xhamia të reja se s'ka vend. Kjo shifët edhe në Europë, pra janë xhamie të stërbushura me rini, janë po ata të rinj tonë të cilët vinë xhami dhe janë afër familjes, janë në shërbim të prindërve, janë në shërbim të familjes, janë në shërbim të skamnorëve, të atyre të cilët janë nevojë, për arsye se rinia e Evropës e ka dhe një pozitivitet pak më të madh se rinia jonë, nëse kanë edhe fuqi ekonomike. Pra, edhe punojnë, edhe jo që të neve nuk punojnë, por të ardhurat janë më të mira se sa të na, se edhe të neve rinia punon, studion, mëson, por është pak ndryshe sistemi këtu, por arsye se unë kam jetuar në Gjermani, ditë që një student edhe punon edhe studion, por ai nga puna që e bën ai paguhet. Kurse në Maqedoni ti edhe pse e ban praksën nga studimet të cilë ke më mund të bësh një praksë si avokat ose si mjek ose si ndonjë inxhinier në një lëmie të specializuar, që do të ti me specializu, por nuk paguhesh gjatë praksës. Thjesht futesh me marr një letër që e ke kryer praksën për me dërguar në fakultet për me vazhdu studimet, kurse në Europë paguhesh për atë praksë të cilën e ke bën se ke shërbi. E tash fillosh të paguhesh nga jo moshë e re dhe pastaj fillon dhe punon si një ekspert i lëmisë se ke kryer fakultetin, ke parasysh se nuk je sigur gjyq ose baba kur kanë ndonjë gurbet dhe kanë bërë punë të rënda, për arsye se kanë qenë fuqi punëtore më atëherë. Ke parasysh kush tash rinia janë të gjithë të shkolluar dhe ai flet për Islam, po flet nga prizmi i një mendësisë norvegjeze. Nuk flet nga prizmi i një mendësisë katunare të rënda, kupton që nuk është dalë as pak më civilizuar dhe me zbrit me kam tokë, me thonë, o vllai dash, ku je be? A jenë tokë të bukës, a ku je? Ajo të e pash, shka muhabeti. Ajrin e ku je duke shfrytzu? Pse po jeton? Tokën e ku je duke shfrytzu? Shiun e ku je duke shfrytzu që e ujë tokën tënde? Edhe ky ujë për me pi. Pse nuk ndalesh me mendu? Kush t'i dha ti këto? Po nesër me ta ndal ajrin, çka kemë bë? Nesër me ta bë ajrin, oksigjenin tanë që e përdortim në ditës, me ta bë me parë, çka bën ti? Pse nuk ndalesh me mendu? Por ajo rinia e cila është e shkolluar këtu në Evropë, kur të filloje me mendu me atë matrunin e lirë të mendurit, duke mos pas ato kthjetrat e mendimit negativ në kokë, i lirë mendim. Pra, fëmiu yt mendon për Islamin si norvegjez, për arsye se e ka kriju mendimin norvegjez në kokë, edhe pse ai e din që është shqiptar, e don shqiptarin, por për pozitivitetin në botë, për të mirat në botë, ai mendon si norvegjez se është prodhimi i shkollës norvegjeze. Dhe kur të mendojnë trun si i lirë, ke parasysh, domethënë, tash ata të cilët janë të moshës time ose pak më të vjetër, në Maqedoni, padyshim se edhe më e kemi atë frikë kur kush na flet maqedonisht, ndonjë policë ose në rrugë na flet maqedonisht dhe ne edhe më e kemi atë trem, edhe pse sot nuk duhet ta kemi. Por nuk e kanë fëmijët e mi dhe kush e di sa mi fol maqedonisht është shqip, për arsye se ai e ka shiju lirin. Pse vërtet, domethënë mund të ta pse ngri zërin unë dëgjoj shumë mirë. Kurse një fëmijë juaj që është shkolluar këtu, është rrit këtu, bërtit ti sa dush, për arsye se ati në kokë i bërtet vetëm fuqia e argumentit, jo fuqia e zërit. Si thoshte Hoxha Rahmetlia Jakub Asipi, nuk i rrit lulet bubullima, po shiu i rrjedhshëm. Pra, nuk u mbind mu me të bërtitme, mu mbind me argument. Kjo është fuqia e një intelektuali i cili e ka trunin e hapur. Nuk ke argumentet. Nuk ke argumente. Kot trumbetoni muhabete koti një grup njerëzish të cilët dalin tërkohën flasin kundër Islamit dhe muslimanëve, fatkeqësisht po ta ndodh shqiptari, një popull të cilin e kanë lavdruar Osmanlit dhe tërë ata dietarët e mëdhej. Po du m'ja u tregu një sekuencë shumë të vogël, nuk di nëse e keni ditë. Në vitin 1930, tash tamam 30-32, do të ka qenë kryetari i Unionit të dietarëve musliman në botë, Taha ibn Ashur, që ka pasur nga Tunisi. Muftia i perandërisë osmane që ka rape ka qenë dorçit, po muftia kryesore ka qenë Mustafa Sabri, që ka pas emrin. Në një debat në Tunis,
në konferencë islame, janë ro këta Ibn Ashur dhe Mustafa Sabri për veshjen. Pra, a duhet të njihosh me veshje alla franga, apo duhet me ndejt me xhube dhe hoxhe, me shalle, nuk i jepet e drejta e kravatës. Ka pasaj debati, ke parasysh 100 vjet debat. Dhe Taha Ibn Ashur, tekstualisht ju them kështu, se ekzistojnë libra, pra nuk po flasim nga dashuria dhe nga mi zballu gjërat. Ka libër. I dërgon letër muftisë së Kavajës. Ismail Kadukut, i dërgon letër. Thot, kemi një debat mbi këtë çështje me Mustafa Sabri, me muftin e Perandorisë Osmane. Do të thonë, jo muftin e qytetit, Perandorisë Osmane, pra atë kanë dietar të kalibrit shumë të madh. Më ka dietar të kalibrit hala më të madh. I kërkon ndihmë një muftis Kavajës. Për në muftia e Shkodrës ka qenë më i madh, i Tiranës ka qenë më i madh. Muftis Kavajës. Thot, na e zgjidh këtë problem, thot se Mustafa Sabri vetëm mendimin tënd e pranon. Edhe ka shkruar një libër dhe ja ka dhënë përgjigjen. Nuk po hitë përgjigja se nuk na bën punë këtu. Pastaj, çështja e dytë. Kur është formuar shteti shqiptar në vitin 1912, me Ismail Qemalin, keni parasysh kryetari i Senatit të shtetit shqiptar ka qenë Vebi Dibra. Hoxh Vebi Dibra, i cili ka dhënë edhe fetvan e përdorjes së flamurit me shqipojnë me 2 krena. Po muslimanët kanë drejt me pranu, por arsye se shumica edhe muslimanët dhe krishterët e kanë shoh flamurin duke mos lu përcjell logoja e cila është flamur, se shqipoj me 2 krena s'ka. Po ajo është një logo që na përshkruan neve si shqiptar, do me gjakt kuq e me gjendje të zezë, do të thonë me luftra e kështu, duke mos i pas, duke na i marr trevat e duke mos i pas sigurt kufin të cilat i kemi, ashtu siç ne kanë gjetë emrin edhe Tushelit, Ballkan, do të thonë mjalt me gjak. E lezetshme me jetu, po gjithmonë gjak ka me pas, si kemi qarsu me kufin. Neve na duhet kufini deri në Sërb nuk ta japin, kënena grekt kanë marrë pjesën e Çamërisë, e dojmë edhe Çamërinë, kënena Malazes na janë fundin Shkodër, edhe shumë sende tjera tash mos tim te Shqipëria natyrale me këtë londinezën, na janë tullovi shumë gjërat. Atko kur ai zgjidhet kryetari i Senatit dhe jep fetvan, shkon në hax. Këto janë gjërat të cilat janë dokumentume, nuk e kemi muhabetin. Argumente. Po, me dokumentume janë, këto këtë janë dokumentume. Në mbretërinë, në Hax, për shembull në Mekke, mbreti i Arabisë Saudite ka qenë baba i Fehdit, Abdulazizi. Jo Faisali, para Faisalit, Abdulazizi. Dhe mes tjerash mbreti në ditën e Arafatit, është dita më e madhe në Hax, është dita e Arafatit. Në mezhlisin e mbretit, në kuvendin e mbretit, marrin pjesë dietarë më të mëdhenj që kanë shkuar në Hax. Më të mëdhenj. Dietarë të Irakit, Sirisë, Turqisë, Tunisit, Bahreinit, Emiratëve, Kuvajtit, Katarit, Saudisë mbrenda, këtë dietarë të kanë mezhlis. E mbreti, kur të mbaroi Arafati, pra mas namazit të qindis, kur të mbaron Arafati për mundis për Muzdelife, dua në Arafati ja jep hoxhës më të madh që e kanë mezhlis. Ke parasysh në mezhlis ku ka marrë pjesë Taha Ibn Ashur, muftia Mustafa Sabri, në atë mezhlis ku ka qenë Vebi Dibra. Hoxhës më të madh mbreti i Arabisë Saudike ja jep drejtën bën dua në Arafat, çaj që është më i madh në mezhlis. E 9 vjet dua në Haxh të ka bën Vebi Dibra. Është dokumentuar. Ai ka më i madh. Na kemi pas ta hoxhallar. Këta hoxhallar nuk ta i ka detyruar kush më i bëj, kena bë vet. Na kena pas në mes të 100 universiteteve me ndikim botë, ku janë Oxford, Cambridge, është Universiteti i Istanbulit, a e dini? Në mes të 100-ve. Rektori i parë i këtij universiteti është Hasan Tahsini nga Korçë. O shqiptar, i cili ka kryer shkollën dhe studimet dhe specializimet në Francë. Ose vëllezërit Frashi, ose Avzali Korçë, ose Ibrahim Dalli, ose Luigi nga ana tjetër, ose Hasan Prishtina nga ana tjetër. Ata ishin disa burra të mëdhej, të cilët jetuan jashtë Shqipërisë. Por me ndjenjë dhe dashurinë për Shqipërinë. Ndjenjë dhe dashurinë për Shqipërinë e kishin të lidhur bashkë me besimin në Allahun xhaleshanu. Dhe e dinin se për atë besim duhet me sakrifiku. Dhe ata sakrifikuan për arsye se sakrificën e kishin të lidhur me ndjenjë shpirtërore. Intelektualiteti kishte një farë lidhje me shpirtërore, për arsye se bota janë intelektual. Edhe ai që e prodhoi bombën atomike është intelektual, nuk është budallaj, inxhinier. Por mungesa e lidhjes shpirtërore vetëm intelektuale e bëri që të prodhoi diçka me evra veç faktori njeri, vetveten me evra. Pra me evra llojin e vet. Na shqiptarët e kishim intelektualitetin, diturinë. Pra Ismail Qemali përgjec i diplomacisë jashtme në Perandorinë Osmane.
karikja e grupit parlamentar më e fuqishme në parlamentin e Perandris Osmanit me Abdil Frashrin, në parlamentin e Sultan Abdulhamid. 36 kryeministra na u lavdrum 2 muaj në Maqedoninë e Veriut pse na i dhan një kryeministër në mobil, në hesje. 2 muaj. Thjesht për na i fik zjarrin. 36 kryeministra perandoria më e madhe në botë, ka pas shqiptar, 36. Po sikur mos t'i kishim meritu. Nuk na i kanë dhënë, se ne kemi shumë të bukur neve. Kemi pas fuqi intelektuale dhe lidhje të fuqishme shpirtërore. Kur e kishim këtë, e ndërtuam Shqipërinë, e vogël, s'ka lidhje, e jona. Na i morën, okay, këtë londinezën e bëm me dashuri dhe e bëm, këtë e vogël e keq s'ka lidhje, e jona. Po kur e larguam pjesën shpirtërore dhe i shkëputnim lidhjet me Zotin, çfarë i bëm kësaj Shqipërie? Po e vjedhim vet. Dhe vetë s'po na dhem as për Kosovën, s'po na dhem as për Iliridën, për Maqedoninë e Veriut, s'po na dhem as për Eshef, për Bujanos, për Lugin, s'po na dhem as për Çamëri, s'po na dhem as për Malzi, na i morën Tivarin, na i morën të gjitha. Pse? Për arsye se për me dhim për vllahun tan, duhet pikë pari me dash Zotin dhe me jetu në suaza të mesazhit të Zotit, atëherë të dhem për vllahun tan. Nëse nuk e don Zotin, nuk dhem për vllahun tan, se të dhem vetëm për vete edhe veten e don me interes. Kjo është kënaqësime të vërtet me një këto fjalë të mira, me një këto shpjegime. Për faktografike, në realitet, këto që ekzistojnë, hoxha vetëm se i ripërsëriti për neve dhe për dëgjuestan, ata që na ndjekin besoj që sonte janë të një vetë edhe më shqiptar, edhe më krenar se kush janë, edhe atë fuqinë, atë në realitet lidhshmërinë me Zotin, do ta kenë më të ngrohtë tallmen. Ma merr menja që me siguri se edhe herave tjera do të kemi edhe më gjatë emisione, më interesant se kjo lyp edhe kohë edhe dëgjim, edhe është kënaqësi se me lexuar një libër. Ne nuk do të mbajmë shumë sepse dim që ki pas aktivitete sot dhe do të kesh prapë edhe nesër, mbas jemi në prag të Ramazanit. Edhe nuk na kanë mbet shumë edhe disa javë kështu. Mos thom ditë, po thom javë që të shliroj pak. Deri me 19 deri me 19. Edhe 2 xhumat, vjen çfarë? Dhe hoxha më herët është si fyri i parë me 18. Teravia e parë. 19 agjeroj. Tash na duhet mu përgatit pak edhe duhet të jemi për shembull pak është ai muji që dikush e merr si agjerim që duhet na agjeru. Po nuk i bën unë na e kemi këtë pyetje për secilin njeri që është në nivel tonë. Edhe kemi, për shembull, është koha e Ramazanit edhe agjerimi është një. Po, përveç agjerimit, duhet kanë herë njeri ato 5 vaktet që i kanë lënë, nuk i kanë lënë për pa lidhje. Do me thonë, njëri për atyre 5-ve duhesh më ardh. Mujt 5-tat është shumë mirë. Po mos mujt bile një. E tash është ajo pjesa për shembull na porim, po agjerojmë, po veç kaq. Edhe për presëm ditën e Bajramit. Spjegona pak që t'i motivojmë ata që është mirë për shembull që me ardh kanë erë. Përgati shpirtërisht. Për aty me 5-ve një kape. E para një herë Ramazani është muaj fitorëve. Është fitoria e shpirtit ndaj materiales. Është fitoria e lidhjes shpirtërore ndaj epsheve. Është fitore në çdo çështje, por e para që duhet me ditë njeriu, ai vet personalisht, krahas shpirtit, metafizikës, filozofisë të ndryshme, këtë do me fitu ti në Ramazan. Se ti tu fut fush betej. Ramazan është betej, jo rastisht ka ndodhur betri në Ramazan. Ai në xhalut në Ramazan, beteja e jasharave në Ramazan, kretë në dulëm në Ramazan, ti në Ramazan, këtë do me fitu, shejtanin se ne fiton se shejtani është i lidh. S'ki punë me shejtan. S'ka shejtan në Ramazan. Ti këtë do me fitu. Vetveta. Ai e përgatit me fitu vetveten në Ramazan. Këtë bëj si objektiv. Për me fitu vetveten në Ramazan, dush me fillu me A, me elif. Me rregullu raportet me Zotin. Pra është arbatimi i parë. Rregullimi i raporteve me Zotin është fillimi i faljes së namazit. Pas ti pa xharon. Po e bën një adhurim shumë të rëndë, por i pa bukë, pa ujë, pa gjëra të cilat ti kitet domosdoshme. Pra ti e mësu mos gjunë mëngjes, vallaj si mos ta pini kafën, pusum çelën syt, s'di as se ne gjej as çesin me fut me dhes makinën. Kurse tash ti një muj por e çashtu. Domethënë ti ki fuqi me fitu.
komplet psikologët botëror, komplet trajnuesit më të mëdhenj të pedagogjisë botërore, mundën shumë sene me trajnu ty, edhe mua edhe këtë edhe këtë ata të cilët na dëgjojnë e kanë na dëgjuar, që i njohim që si njohim. Një gjë s'mundën me e trajnu asnjëherë. Të krijuarit e autoritetit mbi vetvetes se e trajnojnë asnjëherë. Unë gjithë ditën më thon fëmijëve tim, mos me cigare se s'ban. Mos e ban këtë, po s'ni thu vetvetes, se s'ki autoritet mbi vetvetes. Ki autoritet mbi këtë dynjan. Ama autoritet mbi vetvetes s'ki. Allahu xhaleshanu në Ramazan ta ka bën me kriju autoritetin mbi vetveten për një muaj Ramazan. Pra unë s'mund mi thon vetes valla mendej pa bukë gjithë ditën, po çfarë i thu një muaj? Pa ujë. Në këtë nxehtësinë e madh, para më Ramazani, në qershor, korrik, gusht, kur të neve bot në Shkup e kalon 45-shin. E ty po duron një muaj. Pse? Allahu ka desh me kriju ti autoritet mbi vetvetin. Pse? Këtë do me fitu në Ramazan, vetveten. Kështu fitohet vetvetja kur ti t'ja marrësh autoritetin në dorë. Krijon autoritet mbi vetveten, bosh njëri më i mirë, më i sjellshëm, më komunikues, më pozitiv për familjen. Kur ndodhin krejt këto? Ndodhin në moment kur ti me Zotin i ke raporte të mirë. Valla unë kërkuj kes pi baj, po ti a Zotit mirë s'pi ban. Se ti kes po ban, ama dhe mirë si tu ban. Se tu kush interesant veç kes mos me ban. Islami nuk ka ardhur me neve me na ndalu kes mos me ban. Ka thonë, dëllimi i muslimanit është kes ban, po dhe mirë ban. Ato që s'bojnë kes, se këshyre, xheneti dhe xhehenemi kanë dy sene, nuk i pranojnë me mrena njerëzit të cilët nuk janë aktiv. Do më thonë, dembelat së n'hinjë, asanje. Për shembull, në xhehenem hi njeri shka e bankete. Po dhe në xhenet hi njeri shka e bankete. Të tu dion dush më konë aktiv për me një. Si dembel së n'hi kërkun. Mes, as xhenet, as xhenem. Dembel, për çat ka thonë shajtani, do të zotë këto dembelat si nguti se këto i kam dorë, në kur du shka du ju baj. Këto janë të mirë, këto ushtari kam. Ka thonë, s'kam shka t'i bëj atina i cili është pozitiv. Dhe lëviz, pa bën vepra. Gabon, se ka problem se gabon. Pse Allahu xhaleshanu besimtarin nuk i kalon peng të gabimit. Ka mos kalin e gabo. Pse e kam kriju falin unë ta fali. Vështi mos u ndal. Për arsye se ti duke gabu ki më ndërtu, ki më mësu. Nuk ka mundësi edhe ai zotriu, ai shkencëtari që e prodhoi poçën elektrik 99 herë gaboj. Ma ja çullojnë fundin e këtë dunjë ka drita tash. Gabo, s'ka lidhje, mos u bën peng i gabimit. Ramazani mëson ata mos u bë peng i gabimit. Fitoje vetveten tënde. Fitoje vetveten tënde se egoja jote është më e keqe se shejtanit. Edhe shejtani ka dënjer nalesh ama ti s'di mu nal. Kur ti ki interese të mëdha, kur ti ki një smundje që don me glabru gjithçka, ti s'nt nal kur gjon. Ti të nalin veç di kubik dhe. Për çata, për më nal para kohe. Fillon dhe luftoj pak vetveten tonë, shire se e keni fal betejë mbrejnë në vetvete, ku ti dush me fitu vetveten është shumë më e rëndë se mi fitu betejë tjera. Sahabët dilnin fitor në Bedër, dilnin fitues në Hendek, dilnin fitues në Hunen, dilnin fitues në namaz natë, dilnin fitues në sadaka, dilnin fitues në familje. Pse? Ato kishin dalë fitues të vetvetja dhe kishin kri mohabet, ato ishin fitimtar. Gjithmonë njeriu që e ka fitu vetveten, s'humb asnjëherë në jetë. Për arsye se ai ka vdek interesat, ai s'ka interes për vetë. Gjithmonë njeriu që e kalon interesat e tij, ai s'mundet me qenë i mirë për publikun, se ai gjithmonë janë pik numër 1 e ka vetveten. Në gjithmonë kur mundohet me bën një të mirë thotë, e unë ku jam. Në këtë mohabet. E si të nisesh në këtë mohabet ku jam unë, aty si thot populli shqiptar ti ka zdru mushka drumt. Shkon më larg. Kjo është ajo që me siguri ata që të kanë dëgjuar, që të kanë pa, që ta kenë parasysh, kemi edhe pak ditë dhe do të him pra në atë muajin që ta fitoni vetveten, ta sfidoni vetveten edhe mandej mas një muaji se sikurse me shkuën Sac ose me shkuën Deti ose dikun është njëjtë, po kjo është në mënyrën tjetër për vetveten, shpirtin ton, jetën tonë. Ramazani është universitet në vetvete. Universitet në vetvete. Çfarë fjalë e mirë, ku po don më mirë. Edhe lexoni. Do të thonë çat muj mos e ski lexu, 11 muj çat muj lexo. Bone kajt çat muj po lexoj, edhe me siguri se veç bosh më i mëshëm se bodos bosh.
Ne të falenderojmë shumë që e gjete kohën, edhe unë doam prej shoqënisë atje edhe të morëm presin këtu. se po më shkruajnë tani vëllë se sa po për ai presin Hoxha. edhe se ata po kanë qef me të ngu ma shumë se po thot na keni marrë. Okej, Po, ata që s'kan mund me dhe gjuna shtë programin tonë sante, mund t'i shohin edhe video se ka shku direkt gjithë programi i ligjerimit të Hoxhës që ishte prezent në xhamon, për në faljen e xhamës në xhami, po do t'jetë edhe përgatitja jonë pastaj edhe këtij programi, kësaj këshille, mund të me kësaj interviste shumë të shkurtër, po mund të me domethënie, edhe me një prapavi kogja të fortë në atë aspektin shpirtëror, që shqiptarët do t'i afrohen edhe fesë, domethënë, sepse neve e dim shumicën e rasteve me këto xhallarë tonë që i kemi këtu, i ke vizituar edhe këto objekte që i kemi shkollën shqipe, shkollën mësim besimit, edhe shpeshherë ne tregojmë se fenë e Allahut nuk do ta lëshojmë kurrë, ose rrugën e Allahut nuk ta shohim sepse nuk i kemi dhe arritjet tona, jemi në një shtet që nuk është islam, po ne ka ofruar gjitha mundësitë neve, po me punë. Jo vetëm se më na dhon kështu të gatshme, po tash ne po shfrytëzojmë gjitha ato benefitet e të mirave tona që na vijnë për juve si xhallar që jeni në realitet mendoj që tash gjeneratët e juve e kemi shumë lehtë me komuniku. Krahasim edhe me profesorët e mëhershëm apo edhe xhallarët e mëhershëm. Po ato është vetëm se të dëgjojmë. Po sot komunikojmë më lirë edhe parashtrojmë pyetje, edhe kjo na ofron neve edhe më tepër të dimë edhe ta dojmë pen tonë. Minutat nuk kanë vlerë kur janë shumë. Kanë vlerë kur janë pak dhe dobishme. S'ka lidhje sa janë, nëse janë dobishme. Nëse njeriu nuk jep hapësirën e dialogut dhe komunikimit me njerëzit, nuk arrin te suksesi dhe te e vërteta. Muhamedi alayhis salam, vula e profetëve, njeriu më i mirë që e ka dërguar Zoti, që e ka dashur më shumë, që ka shkel mbi fytyrën e kësaj toke, dhe që ka ngrohtë dielli, ka shëndrit hana, e ka martuar një gru dhe e ka lind një nan, e ka pas dikush bab, është pa i miri. Asnjëherë vendim nuk ka marrë pa i pyet shokëve vet. Edhe pa i dhënë drejt mu shpreu, liria e shprehjes, mendo, edhe ti ke drejt me mendu. Pse unë kam drejt me mendu? Pse ti s'ke drejt me mendu? Pra, nëse unë ju tham vetëm unë duhet me fol dhe ju s'duhet me fol, nuk kemi arrit kur gjë atëherë. Për arsye se unë për me fol dhe për mundu me kallzu diçka duhet me di se ç'i shpendon ti. Për këtë çështje dhe pastaj të dialogojmë. Kjo është e bukur. Për shembull, nëse më lejohet me ilustru, për me pas një martesë të lumtur, duhet burri dhe gruaja me mendu ndryshe. Kjo është komplet kundër psikologjisë botërore. Pse? Thotë se nëse mendojnë njëjtë nuk janë të lumtur, thotë se kur nuk konsultohen. Mendojnë njëjtë. Shkon ke, thotë nisoj edhe gruaja ime, ose gruaja thotë po, se ai mendon kështu. A kur mendojnë ndryshe e kanë patjetër më ul dhe me diskutu dhe marrë me një mendim të fuqishëm. Pse? Thotë, a kur diskutojnë, ç'i thonë muhabeti? Muhabet. Shkon është muhabet shqip dashuri. Thotë, kur ti diskuton shtohet dashuria dhe në fund vina me një mendim të përbashkët dhe vazhdojmë bashkë. Pra, duhet me mendu ndryshe. Edhe dy shokë, dy vëllezër, dy veta që na dialogojmë këtu në emision, duhet me mendu ndryshe. Nëse na nuk mendojmë ndryshe, nuk hecim përpara. Për arsye se nëse mendojmë krejt njësoj, atëherë Zoti ka mund këtë njësoj me na bëmë mendu. Këtë muslimani kish bën. Edhe s'kish pas problem. E kish bën vesh xhenetin, xhenem s'ka. Jo. S'ka vlerë ashtu. Thotë njerëzit duhet me mendu ndryshe, duhet me pas konceptin për Zotin ndryshe, duhet me pas konceptin për gjërat ndryshe, duhet me mendu nacionalitetin e vet ndryshe, duhet me pa për atë, bota e ka 16 milion ngjyra. Edhe unë e shoh këtë jeshil, po edhe ti e shef, po nëse na e marrim me përshkruajt jeshilën, unë e përshkruaj me definicion ndryshe, ti ndryshe. Për te jeshilja jemi. Por dioptria është ndryshe. Për këtë arsye, njerëzit duhet me mendu ndryshe që më ulin me diskutu për marrnin diçka të bukur dhe të përbashkët. Nuk ka të drejt askush, askuj më i thon ti s'ki drejt me fol, çdo kush ka drejt me fol, çdo kush ka drejt me mendu, po jo çdo kush ka drejt keq me bë. S'duhet me bë keq. Nëse neve nuk kemi mundësi krejtve mirë me ju bë, kemi mundësi kërkuj keq pas me bë. Faleminderit shumë, Zoti shpërbleft që erdhe këtu. Zoti shpërbleft, faleminderit shumë ime. Ishte kënaqësia jona e gjithë këtyre shqiptarëve që po presin jashtë që kanë pas sot dhe kanë dëgjuar. Ma dhat këtë mundësinë, këtë hapësirën disa minutë me qëndru bashkë me ju, ishte kënaqësi. Shpresoj dhe mbes me shpresë që këta minuta që i kalon bashkë t'i gjejmë peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Inshallah këta minuta dëshmojnë për neve dhe jo kundër nesh, që na këta minuta që kemi ndejt këtu, kemi ndejt vetëm për hatin e Zotit dhe për asgjë tjetër, dhe inshallah don Zoti dhe është i kënaqur me na, e për këta
orë që kam kalu bashkë me juve këtu në Norvegji, me këtë mikpritje të mirë vëllezërore, me qëndrimet këtu, me atë respekt dhe të gjitha që i bën inshallah don Zoti, na shpërblen të gjithëve për punë të mira që i bën, na forcojnë këtë rrugë se rruga është e gjatë, natë lodhur, a mu ndalë s'ban hiç. Amin. Amin inshallah. Faleminderit. Dhe ju. Si kunore një mbret të reshe, midis Ibrit e Sitnicës, tempullari e Lavdije, është qyteti i Mitrovicës. Ibri ala në faqet, i jep frym shala e Bajgorës, në zgafelat e minierës, pulson zemra e Kosovës. Pa u faru e dje me qika, jo nuk dahet Mitrovica, jo si